Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do të flasim sot për Kosovën, për zhvillimet e fundit politike, të cilat i kemi ndjekur hap pas hapi dhe është kënaqësi për mua që të ndaj një analizë të kësaj situate me të ftuar në studio, por jo vetëm, edhe me të ftuar të tjerë të cilët do të na bashkohen në lidhje të drejtë për drejtë në Skype. Kam kënaqësinë të rikthej në Pak nga të gjitha kësaj here në pozicionin e një analiste profesor doktor Irena Nikaj, pedagoge në Universitetin Fanoli të Korçës. Profesoresh, mirë se u ktheve. Mirëmbrëma. Kësaj here në një pozicion tjetër për të folur për politikë. Për herë parë vjen në Pak nga të gjitha, na ka munguar në fakt dhe më vjen mirë që ka pranuar ftesën për të na u bashkuar e për të folur për politikë zoti Ardit Konomi, ish prefekti i Korçës, sot një aktivist shumë i njohur. Mirë se erdhe në ekranin ton. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi në fakt të ndash me ju mendime për sa i përket asaj që pothuajse të gjithëve na shqetëson për sa i përket një krize të tezë zgjatur në Kosovë. Zoti Konomi, si mendon pse Albin Kurti, kryeministri në detyrë aktual, e ka humbur dal nga dal besimin tek nga sovrani, pra nga populli, që ndodhet në këto pozicione të vështira? Vetëm pak orë më parë kemi njoftimin që ai ka menduar të paktën që mundet, pse jo, dikush tjetër ta zvendësoj. Dhe në këtë rast ka zgjedhur nën kryetarin e partisë të cilën drejton. Po është e dukshme që vendosja, në fakt më shumë se sa vetë vendosja Kurti specifikisht, duket ta ketë humbur gradualisht në mënyrë konstante besimin që nga 2020-2021, në momentet kur mori përgjegjësi direkte mbi qeverisjen e Kosovës dhe deri më sot. Do të shikosh statistikat, vendat, perceptimin publik atë që konceptohet në lidhje me të gjithë proceset që kanë ndodhur në së brendshme në Kosovë, po dhe Kosovë në raport me partnerët, me fqinjtë dhe me këdo brenda këtij rrethi që Kurti nuk është duke jetuar ditët e tij më të mira në politikën dhe në qeverisjen e Kosovës. Ka një mori faktorësh që kushdo mund t'i listojë arsyet si dhe pse, po faktisht ky që po shohim sot, ishte krizë e pritshme, paralajmëruar, e përllogaritur që do të vinte eksaktësisht në këtë mënyrë siç po vjen dhe siç po e shohim që kohë përpara. Megjithatë e zgjatur shumë në kohë, duke filluar nga shkurti që në momentin kur u morën, të themi, rezultatet e zgjedhjeve, pastaj me zgjedhjen e kryetarit parlamentit që ishte një proces i stërzgjatur, e tani duket sikur Kurti përdor të gjitha format, të gjitha strategjitë në mënyrë që ta zgjat më shumë të krizë, që në fakt, sipas analistëve, dëmton popullin kosovar. Ka diskutime të ndryshme për sa i përket edhe miratimit të buxhetit që mund të dëmtojë në fakt vendin. Pse e gjithë kjo strategji e tani së fundmi edhe zotin Glauk Konjufsa, të cilin e ka propozuar për kryeministër? Nuk besoj se strategji, besoj që më shumë është një përpjekje për mbijetesë. Është përpjekje dështuar kjo? Si e shet të ardhmen e kësaj përpjekje? Shumë vështirë ta thuash këtë, sepse po të shikosh përbërjen, ndarjen e grupe politike, të ngjashmërive politike midis vetë grupimeve gjithashtu në Kosovë, prognoza nga njerë bëhet edhe më e zgjatur, më e pa lezueshme se ç'është aktualiteti. Ky aktualiteti ishte i pritshëm, si do përfundonte, ndoshta para se të fillonte kjo krizë, askush nuk mund ta thoshte me saktësi. Ama skenarët ishin të pritshëm, dihej që do shkonte drejt kësaj krize. Ishte tendenca duke, ishte e qartë prej vitesh. Po ajo që unë shoh sot, dhe kjo është lehtësi e lezueshme, është fakti që mirë situata aktuale, okay, kjo krizë që është krijuar dhe që në një tjetër do zhbllokohet. Po sa qëndrueshme ka për të qenë? Unë them se nuk ka për të qenë as pak e qëndrueshme. Kosova po në një cikël destabiliteti politik i cili do ta lëndojë, do të lërë gjumën e tij në ekonomi,
Ndoshta mund të jetë i shëndetshëm në kuptimin politik për atë që do përftoj klasa politike e Kosovës nga gjitha kjo marrëdhënie dhe ndërveprim, por të paktën përkohësisht do ketë efekte lënduese në ekonominë dhe në stabilitetin e përgjithshëm. Profesor Shirena, pak ditë më parë, në fakt, kryetarët e partive politike të cilët kishin zhvilluar një takim me presidenten Osmani, Vjosa Osmani, kanë deklaruar me vendosmëri që nuk do të në asnjë mënyrë, në asnjë moment, nuk do të mund të bashkëpunojnë me Albin Kurtin. Kjo duke sikur është, domethënë, deri diku e vendosur, si një lloj prapaskene të themi, që do të tregojë edhe një herë që kriza do vazhdoj. Janë vendosur për ta rrëzuar kryeministrin Kurti opozita e Kosovës, opozita politike? Mendoj që do të dëshironin, por numrat nuk i kanë. Dhe po ti vërejmë me kujdes, vetëm ky 4 vjeçar nga 21-shin në 25-ën konsiderohet një lloj periudhe disi stabil në qeverisjen e Kosovës. Nga 2010 deri në 2021 kemi pasur zgjedhjet parakohshme, që do thotë asnjë nga forcat politike, koalicionet që kanë qeverisur, po as edhe nuk kanë mundur të bëjnë kompromise, nuk kanë arritur të mbyllin në mënyrë të plotë mandatet zgjedhore ose mandatet legjislative të tyre. Kështu që përgjithsisht unë shikoj të paqëndrueshme mjedisin jo sot, por prej kohësh, dhe ajo që mendoj se është e rëndësishme dhe ju mungon faktorëve politikë sot në Kosovë, është pikërisht fryma që ka kushtetuta. Jo më kot kushtetuta e Republikës Kosovës ka brenda mundësinë për kompromis edhe gjatë krijimit të shumicave, por dhe në rastin e presidentit. Ai numër duket një numër i paarritshëm për të zgjedhur, për të pasur sukses për zgjedhur presidentin në raundin e parë. Pastaj në raundin e tretë ajo bëhet një shumicë e thjeshtë që mund të realizohet nga një forcë që është në gjendje të krijojë një shumicë të caktuar. Por unë mendoj që partitë në pakicë dhe partia në shumicë, duke qenë se kanë numra të vegjël, pra partia që fitoi shumicën nuk qeveris dot, por nuk do të harrojmë që atëherë kur ajo mori mandatin, pati mbështetjen edhe të një pjesë të LDK-s të zonjës Osmani, që arriti të bënte 50% dhe të merrte ulëset shumicë, ndërsa sot pa këto, besoj, ajo është tek 42.3% që është një shumicë që nuk e lejon të qeverisë. Dhe unë mendoj që zoti Kurti, duke përdorur, sepse realisht pakica nuk është në gjendje të krijojë shumicë. Po ti kemi parasysh numrat. Pra, ju vërtet thoni 48 me 52, po kemi 20 që janë pakicat serbe dhe jo serbe. Ato janë krejtësisht jashtëloje. Pra, erisi edhe njerë. Ajo që është menduar për Kosovën, edhe për të rritur stabilitetin, edhe për të rritur mbështetjen ndërkombëtare, është menduar që të jetë një qeverisje përmes kompromisit, që sidomos këto 4 vite është e munguar. Pra, zoti Kurti ka udhëhequr një proces qeverisje pa e kërkuar dhe pa e ushqyer kompromisin. Dhe në këtë kuadër, ai tani mendoj që po përpiqet të fitoj kohë të çmuar, në kuptimin që të shikoj ndonjë ndryshim në faktorin ndërkombëtar për mirë, sepse nëse kemi parasysh sanksionet kanë bërë punën e tyre dhe kanë dëmtuar së tepërmi ekonominë e Kosovës dhe natyrisht edhe mbështetjen e zotit Kurti dhe të shumicës së tij. Mbështetja nga Bashkimi Evropian është e kushtëzuar. Mbështetja amerikane është disi më në sfond, por ka së fundmi një nismë nga 2 senatorë për të miratuar një projekt që synon mosndryshimin e kufive në Ballkanin Perëndimor, dhe kjo është një agjende që e ndihmon zotin Kurti
i cili është drejtuesi i partisë politike që në themel të vetë mendon që nuk duhet falen territore, pra ato që kanë bërë partitë e mëparshme që kanë qeverisur, pra falja ose lëshimet ndaj Maqedonisë, lëshimet ndaj Malit të Zi, cilat konsiderohen humbje të të pa plotësuara. Pra Kosova nuk ka ndonjë përfitim nga ajo që bëri, nga ato lëshime që bëri. Nga ana tjetër, zoti Kurti ka vendosur kontrollin mbi veriun e Kosovës, që është në një mënyrë apo në një tjetër arena ku përplasen interesat. Pra sot ne në dukje shikojmë çështje të politikës, të sistemeve, të mënyrës që funksionojnë, por ato në thelb janë dhe çështje ekonomike. Veriu i Kosovës është vendi nën toka e burimeve, metaleve të ralla, të cilat tërheqin vëmendjen e disa grupeve apo fuqive të interesuara. Kështu që këto në thelb pengojnë ose kushtëzojnë atë që do të ndodhë dhe që është vështirë të mendohet që do të zgjidhet për pak kohë. Por unë mendoj që zoti Kurti kërkon kohë, tribunali vazhdon dhe kjo nuk është në shërbim të pakicës. Sepse aty po gjykohet një periudhë e cila ishte shumë e rëndësishme si mbështetje për të qeverisur Kosovën e pas luftës. Është folur në fakt, është aluduar që ndoshta krijimi i një qeverie uniteti apo qeveri tranzicioni mund të jetë një fazë kalimtare krize. E pamundur, sepse themi partitë politike dhe kryetarët e tyre kanë deklaruar që kjo nuk mund ndodh, por nëse do dakordsoheshe, a do ta zbuste deri diku krizën politike dhe çfarë mund sillte si pasojë? Çfarë mund të prodhonte? Në të vërtetë, nëse arrihet kompromisi, unë mendoj që Kosova ka hapur një kapitull të ri në historinë e saj. Ashtu si përgjithsisht në viset shqiptare, përgjithsisht grupet politike kanë të vështirë të ndërtojnë kompromise. Kompromise do të thotë të afrojnë qëndrimet me njëra tjetrën, jo të fitojë njëri dhe të tjerë të binden. Duke qenë se kjo kultura e kompromisit dhe lëshimeve që parimore të cilat i interesojnë apo konvenojnë të palëve të interesuara, nuk është bërë kulturë pune, kulturë veprimi në shoqërinë shqiptare, edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Kështu që të lëshosh një pozicion ose të bësh disa lëshime duket sikur përmbysen gjithçka nga ato që ke menduar. Dhe vetë zoti Kurti është i pari që i mungon vullneti për kompromis. Për kompromis. Zoti Ekonomi, ka pasur deklarata në fakt edhe shpresdhënëse, ndoshta edhe për shkak të besimit që kanë vetë partitë edhe pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, që ndoshta pse jo mund të fitojnë zgjedhjet e ardhshme, nëse do të kemi zgjedhje parakoshme. Për shembull, deklarata të tilla janë bërë edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilët ndoshta kanë pritshmëri që mund të fitojnë zgjedhjet nëse do të ketë zgjedhjet parakoshme. Sheh në një parti politike që mund e vetme ta krijojë qeverinë? Jo. Pa mbështetjen e... Jo, sidomos në këtë moment, gjykuar qofte aritmetikisht mbi numrat, bishë se diferencat janë shumë të mëdha, qoftë në numër ndenjësh në ulësësh në parlament, ashtu të reflektuara edhe në përqindje nga elektorati. Shumë e vështirë, e pamundur praktikisht një parti të prevalojë aq shumë mbi të tjerat në një rast të tillë, sa e vetme të ketë mundësinë të fitojë zgjedhje, të krijojë qeveri. Prandaj thash pak më parë që kriza më duket e thellë e sapo filluar. Sigur sapo ka filluar. E sapo filluar në fakt, sepse në çdo skenar që mundem të parafigurojmë në mënyrën se si mund të ndryshojnë raportet, përqindjet e mbështetjes të elektoratit në partitë respektive, nuk shoh që as PDK-ja, SDK-ja, aq më pak AK-ja, kushto nga për mos i llogaritur, mos i futën të llogari partitë e vogla.
listës serbe dhe me radhë, të jetë në gjendje të krijojë një qeveri. Nga tjerë nuk shoh as vetëvendosjen në gjendje që ta rimarr këtë proces, sepse në fakt është shkaktari i gjithë kësaj gjendje dhe sa më tepër të kaloj koha, aq më tepër do bëhet përgjegjëse për ngërçën e krijuar. Kështu që mendoj që në çdo skenar të mundshëm, vetëvendosja do të bjerë, partitë e tjera ndoshta me favorizuar LDK-ja do të rriten, po asnjëherë në atë mënyrë sa të rikrijojë një ekuilibër të ri. Do të sjell krizë ekonomike në Kosovë, kjo krizë politike? Shiko, ka situata kur destabiliteti politik zhdrohet në stabilitet ekonomik. Siç ka dhe raste kur destabiliteti politik reflektohet drejt për drejt në destabilitet ekonomik. Dhe unë kam frikë se kjo e dyta është ajo që qëndron aktualisht në Kosovë. Po ta shikosh me pak vëmendje historinë e evoluimit të Kosovës, që nga kur e mashme që në 2001-shim pak a shumë që me qeverisin ndërkombëtare deri pas 2008-s me pavarësinë dhe me radhë, mund të lejtë që Kosova ka një tipar shumë interesant, e ka shumë të lidhur zhvillimin ekonomik me stabilitetin politik dhe me frymën, me shpresën që krijon në stabilitet politik. Ky faktor në Kosovë është më i dukshëm se në çdo vend të rajonit, nëse shikon në shifra dhe në perceptim njëkohësisht. Dhe gjykuar mbi këtë, është dukshme që në kushtet aktuale, po të shikosh deri në ekonomike që ka pasur Kosova pas periudhës të pandemisë, kur pati dhe rënien më të madhe njëkohësisht nga të gjitha vendet e rajonit, po dhe ngritjen pasuese më të madhe, stabiliteti fryma e krijuar politikisht në Kosovë për rezultate të drejtbrejta. Është një vend i ri me eksperiencë qeverisë lokalisht të re, me disa faktorë që i ka në avantazh, disa faktorë të tjerë dizavantazhues të fortë, megjithatë shumë i lidhur me këtë element që thash, me stabilitetin politik. Kuptoj. Kam frikë se do të reflektohet ndjeshëm në ekonomi. Në ekonomi. Do ta ndërpresim tani për pak momente bisedën, sepse do të na bashkohet në këtë diskutim dhe këtë analizë për sa i përket gjendjes në Kosovë ish ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, i cili ka kryer në fakt këtë funksion për gati 10 vite në Kosovë, zoti Qemal Mingjozi. E kam tani një lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Mingjozi, mirëmbrëma, mirë se u riktheve në ekranin e RTS Korçës. Mirë se vjen. Pa diskutim që jeni në korrent të gjithçka që po ndodh aktualisht në Kosovë, madje dhe informacionet e orëve të fundit kanë bëjnë me përpjekjen që kryeministri Albin Kurti ka për të sjellë në fakt në krye dhe për ta zvendësuar në postin e kryeministrit nën kryetarin e lëvizjes Vetëvendosja, zotin Glau Konjufca. Ka gati 15 ditë deri në datën 19 nëntor, afat zoti Konjufca për ta krijuar qeverinë, e më pas do të presim verdiktin e parlamentit për ta mandatuar ose jo. Si e shihni të ardhmen e kësaj qeverie që do të përpiqet në ditët në vijim për të formuar zoti Konjufca? Unë mendoj që shanset janë të pakta për të pasur një kryeministër nga Vetëvendosja. Gjithsesi do të presim verdiktin e Kuvendit të Kosovës, i cili do të së shpejti do marrë në shqyrtim këtë kandidaturë. Domthonjë, ashtu siç e tha ju, data 19 nëntor është afati i fundit. Sa janë gjasat për këtë, unë do thoja minimale, por çdo gjë është e mundur, edhe në këtë situatë shumë të turbull. Dhe pastaj do të kemi një jo tentativë të presidentes, sepse deri tani opozita e Kosovës nuk është e gatshme për të marrë përsipër fatet e saj, edhe ajo për të pasur numrat e duhur. Sot opozita e Kosovës ka 52 votat të veta dhe mendohet që së bashku me pakicat mund ta bënin një qeveri për 61 votash, por edhe kjo është një koalicion tepër i vështirë.
Zoti Mixhozi, ju e njihni Kemi një shumë mirë. opozitë që nuk është e gatshme për të negociuar, për të pasur mundësinë të qeverisur vendin për një mandat tjetër, dhe një majorancë që është e pamundur për të krijuar vetes hapësira bashkëpunimi me partitë të tjera. Ose thonë ndryshe për të krijuar aleat të rinj për dalë nga kjo krizë ku jemi. Zoti Mixhozi, Situata është shumë e brisht dhe me pak shpresë. Me pak shpresë, e kuptoj. Ju e njihni shumë mirë edhe kushtetutën e Kosovës. Nga disa analistë sot është përfolur që ndoshta veprimi i presidentes Osmani ka qenë pak i nxituar për mandatimin e Konjufsës. Si e gjykoni ju? Në këto kushte do të kemi parasysh që jepen mundësi për t'i dhënë dhe një shans të dytë kuvendit. Nga pikpamja procedurale, u mendoj që zonja presidente, zonja Osmani, e ka hapësirën kushtetuese për të ftuar dhe një herë nga lëvizja vendosja për të caktuar një kandidaturë të dytë. Do të ishte papranueshme nëse kandidatura dytë do të ishte përsëri zoti Kurti. Ky është një shans i dytë që jepet politikbërzve kosovar për të zgjedhur kryeministin e ardhshëm. Do të kemi parasysh diçka. Kur ka një mungesë dëshire nga pala opozitare, krijohet edhe një vakancë ose një mundësi tjetër që mund të prodhojë një qeveri. Por shanset, ashtu siç e thash në fillim fare, janë tepër të vogla. Megjithatë, të presim, çdo gjë bën baki, por ajo që mendoj unë, pa u pasur një dëshirë të partive opozitare të cilat deri tani nga deklaratat e tyre janë që nuk do bashkëpunojnë edhe me zotin Konjufsa për të krijuar një qeveri, si më thënë, për të kaluar te krizë, janë tepër të vogla. Mendoj që Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme, po shkon në zgjedhjet megjithëse të parakoshme do i quaj sepse një palë zgjedhje ka mbaruar, një palë zgjedhje të reja në fund vitin të këtij viti, por ndoshta mund të jetë edhe periudha e janarit, fund janarit për pastaj, sepse presidenti pas saj brenda 10 ditësh duhet të shpallë zgjedhjet ose të japi një verdikt të pamundur për opozitë të bashkuar për të pasur mundësi për të krijuar një koalicion. Por unë mendoj që duhet presim 19 dhjetorin, 19 nëntorin, dhe pastaj maksimumi data 20 nëntor, presidentja duhet të shpallë zgjedhje parakoshme në kushtet nëse vetëvendosja nuk arrin që të marrë votat e nevojshme, 61 votat për krijuar një qeveri. Në fakt, zoti Mixhozi vetëm pak ditë më parë është diskutuar edhe për faktin që mund të shkojmë në zgjedhjet parakoshme dhe me shumë gjasa të gjithë analistët dhe vetë situata e tregon se mund të ndodhë për faktin që opozita ka deklaruar hapur që nuk do të bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendosja, por edhe presidentes Osmani i përfundon mandati. A mund të ketë gjasa që në parlament të propozohen ndryshime kushtetuese në mënyrë që të mos kemi dy palë zgjedhje njëra pas tjetrës? Kjo do të krijonte, le të themi, një ngërç tjetër në politikën e Kosovës. Pse jo dhe kriza ekonomike? Presidenti Osmani ka hedhur para disa ditëve në partitë politike idenë e zgjedhjes kreut të shtetit nga populli. Nga populli, po. Por duke pas parasysh kemi të bëjmë me një operacion shumë të thellë në kushtetet e vendit, koha nuk e lejon për këtë. E mira do të ishte kjo mënyrë që propozon zonja Osmani, por nuk ka gatishmëri rreth parë të forcave politike dhe së dyti koha është tepër e ngushtë. Zonja Osmani mbaron mandatin e saj në muajin mars dhe në fund të shkurtit parlamenti duhet të ketë një kandidaturë, sepse kështu e ka kushtetuta që një muaj para mbarimit të mandatit presidencial duhet të ketë parlamenti një kandidaturë të saj. Unë e shikoj tepër të vështirë për të kapërcyer këtë ngërç,
sepse eksperiencat e kaluara edhe në kushte më normale kanë treguar që është një operacion tepër i vështirë, sigurimin e 8-10 mandateve për filluar procesin e diskutimit për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit. Është një operacion shumë i vështirë, vetëm një bashkëpunim tej partjak ose mbi ato ambicie partjake mund ta bëjë që ky proces të jetë i kapërcyeshëm. Mendoj që duhet në radhë parë që forcat politike të ulen njëherë më tjetrën, sepse edhe nëse do bëhen zgjedhje të tjera, do të jetë tepër e vështirë për të siguruar ai korumi i nevojshëm për të hapur procesin e diskutimit dhe zgjedhjes së presidentit të vendit, kryetarit të shtetit të vendit. Prandaj unë shikoj që sot për sot klasa politike kosovare ende nuk ka të faktorizuar në shkallën maksimale një parti të caktuar që mund ta bëjë vetëm gjithë procesin e zgjedhjes së presidentit ose të ketë votë të caktuara për t'i pasur. Prandaj është një proces me shumë panjora dhe ajo që dua të them unë që data 19 nëntor do të jetë një vit kryetari i mandatuar. Po njufsa do të ketë vështirësi të shumta, po megjithatë turojmë që ky mund ta kapërcejë te prag dhe i cili do të ishte mirë thjesht për lëvizjen vendosje, po do të ishte mirë për gjithë spektrin politik kosovar. Po dhe nëse do ta kalon tek këtë prag, zoti Mingjozi, si e shihni gjatësinë e kësaj qeverie? Problemi është zgjidhet një herë dhe pastaj do shikohen, janë shumë parametra që përcaktojnë të që thonë juve. Por unë e shikoj një situatë të mbarësur me tension politik brenda kuverit Kosovës, me një situatë të mbarësur me shumë problematika, me shumë panjora, sepse është vetë rezultati që dikton këtë. Kemi të bëjmë me një rënje të vetëvendosjes në numra, krahasim me zgjedhjet e kaluara, dhe kemi jo një avancim të dur të partive të tjera politike opozitare. Domthon ulset, si shtonë në Kosovë, në Parlamentin e Kosovës sot janë 48 ka vetëvendosja dhe vetëm 52 gjithë forcat spektrit politik opozitare. Që bëjnë me shifra tepër fragjile çdo qeveri që mund krijohet për mbijetesën e vet. Dhe aq më shumë pastaj për të krijuar një stabilitet politik në zgjedhjen e kryetarit të shtetit. Zoti Mingjozi, unë ju falenderoj për gjithë analizën që bët, falenderoj që na u bashkuat në këtë bisedë. Faleminderit dhe juve. Ju uroj suksese në punën tuaja. Faleminderit. Mirë, ishte me ne në një lidhje të drejtë për drejtë, ishte ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, zoti Qemal Mingjozi. Ne do të vjojmë me të ftuarit në studio dhe me bisedën. Përsa i përket marrëdhënieve me ndërkombëtarët, do të thellohet ai hendeku mes Albin Kurtit dhe ndërkombëtarëve, po nëse themi Albin Kurti, flasim edhe për pjesën tjetër të politikës të Kosovës, të cilët në një farë mënyrë nuk reflektojnë për një lloj marrëveshje. Për t'ju kujtuar, pra, në këto kushte të krizës dhe të mungesës së zgjatur të krijimit të qeverisë, kishim njohje ndërkombëtare tani së fundi, që përpiqen të reflektojnë pikërisht atë përpjekje që bën zoti Kurti dhe qeverisja, por dhe zonja Osmani, për të rritur mbështetjen ndërkombëtare të Kosovës. Pra, përkundër asaj që ne shpesh mendojmë që disa njohje janë bllokuar, disa tjera mund të jenë kthyer, për fat të mirë në periudhën e tanishme kemi 2 njohje të reja. Natyrisht kjo është në kuadër të përpjekjes që bën zoti Kurti për të forcuar mbështetjen ndërkombëtare dhe për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare. Këto janë objektiva që ai mendon t'i përdorë për të rritur mbështetjen për Kosovën dhe nga ana tjetër është një mënyrë për të
reflektuar në kohë për atë që do të ndodhë. Sepse unë mendoj që zoti Kurti nuk ka hequr dorë nga dëshira për të qeverisur Kosovën. Dhe deri tani numrat e arrinë. Unë nuk mendoj që ndryshimi në mbështetje e vetëvendosjes brenda në periudhë ndoshta 1 vjeçare do të shkojnë në numra të tillë sa që atë ta bëjë partinë e dytë ose të tretë. Sepse mënyra se si është qasur në politikë Kurti, përvoja që ka krijuar, kujdesi që ka pasur për të lexuar veprimet e aktorëve të tjerë politik në Kosovë, kanë dhënë atij përvojën për të mos e lënë shpejt sheshin e betejës së para. Së dyti, mund të kemi llogaritje në kohë që lënia e mandatit nga zonja Osmani dhe në rast se nuk kanë sukses të gjitha ndoshta projektet që mund të ketë zonja Osmani, e kthejnë atë me mundësi të shumta për të marrë pjesë në çdo proces zgjedhor, bashkë me mbështetësit e saj, që mund të japin garanci Kurtit që ndoshta në ketë vazhdimsi. Në numrat e 2021-shit mund të mos jetë, por mund të jetë dhe më mirë. Rritjet që ka opozita ose pakica nuk janë të tilla, domethënë, se që të tregojnë se brenda 1 viti ajo do të arrijë shumica qeverisëse. Kështu që të parën gjë që unë mendoj, por që shikoj të vështirë, është çështja e kompromisit, por kemi parasysh, kur qeverisin shumica dhe pakica, zakonisht pakicat humbin edhe më tepër. Dhe kjo i pengon pakicat që të përfshihen në qeverisje me shumicën e vetëvendosjes. Kemi parasysh në Gjermaninë qeverisur nga zonja Merkel për 4 mandate, mandati i 3 dhe i 4 kanë qenë edhe me kompromise ose me bashkëqeverisje. Ato forca politike që kanë hyrë në bashkëqeverisje me Kristian Demokratët apo me bashkimin Kristian Demokrat, kanë humbur dhe kanë krijuar pakica shumë më të vogla deri tek rezultatet. Do të thotë që është shumë e vështirë të ruash agjendën politike kur hyn brenda kompromiseve të tilla dhe natyrisht kësaj i ndruhen të dyja partitë me status, të themi, të njohur në Kosovë si PDK-ja, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, që nuk e bëjnë dot këtë, por nga ana tjetër e shikoj të vështirë që të rriten në mënyrë të tillë sa të jenë të afta të ndërtojnë qeverisje. Kemi tani lidhje drejt për drejt analistin Ben Andoni, gazetarin dhe analistin Ben Andoni, që është rikthyer në ekranin ton kësaj here për të folur për një temë tjetër, pra flasim për krizën politike në Kosovë, çfarë do të prodhojë ajo në javët dhe muajt në vazhdim. Po Ben, mirë se erdhe në ekranin ton. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Përshëndetje dhe të ftuarve tuaj. Faleminderit. Ben, si e shikon situatën në Kosovë? A do të kemi një qeveri të stabilizuar me Glauk Konjufcën, i propozuar tashmë nga Albin Kurti, apo do të hynë në zgjedhje të reja Kosova e do ta zgjidhë përfundimisht këtë krizë politike, edhe nëse po si mundet të zgjidhet? Qartë. Ju e dini që të flasësh tashmë për Kosovën në kohën e ardhme, është jashtëzakonisht e vështirë, sepse kalkulimet e brendshme të tyre disa herë kanë treguar që janë jashtëzakonisht mizantrope. Në vëmendjen time, duke njohur lëvizjen që nga fillimi, sepse kam pasur lidhje me ta në vitin 2005, tregon që kjo njësi është njësi gati monolite politike, ka filluar të konsolidohet në gjerësi, madje edhe këtë treguan në pushtetin lokal, pa çka se rezultati i tyre ishte në vendin e tretë, por publiku është gjithmonë më shumë, të themi, skeptik për mënyrën se si mund të japësh votën njerëzve të vetëvendosjes për pushtetin e përgjithshëm. Dhe ju e dini që pushteti i përgjithshëm lidhet me zgjedhjet e mëdha dhe lidhet me projektet shumë të mëdha të vendit.
Keni parasysh një element. Kosova gjendet përballë sfidave të jashtëzakonshme dhe kjo për shkak të një lufte shumë të madhe që i bën Serbia. Kuptohet, Kosova ka bërë gabimet e saj, por dhe lufta që i bën Serbia, politike, diplomatike, e brendshme, sociale, ekonomike, është e jashtëzakonshme. Në këtë sens, zoti Kurti ka menduar më shumë për pjesën politike dhe po ta shikoni me kujdes, është jashtëzakonisht njohës i mirë i politikës së brendshme të Kosovës. Nuk është e vërtetë ajo që zoti Kurti është shumë kokfort. Zoti Kurti po lufton për ta dobësuar opozitën. Dhe dëgjova pak më përpara zonjën të ftuarën që tha me të drejtë profesoreshën Nika që problemi është që dhe opozita e ka të pamundur të formojë numrat. Është e vërtet për arsyen e vetme që vetëvendosja duke njohur shumë mirë këtë skakier politike ka dobësuar. Por në momentin që po flasim, ka një lëvizje shumë interesante, e cila i ka rrjedhojat që mbas luftës së Kosovës, që do të thotë publiku kosovar gjithmonë ndan votën në zgjedhjet e përgjithshme me votën e pushtetit lokal, që do të thotë në pushtetin lokal është jashtëzakonisht pragmatik, ndryshe nga pushteti lokal në Shqipëri që i beson më shumë gjyresave politike dhe u beson administratorëve. Dhe në këtë sens në Kosovë, rezultatet e votimit lokal do na tregojnë shumë për të ardhmen e koalicioneve. E ka të mundur apo jo opozita, por avizohet që tani koalicioni ndërmjet PDK-s, LDK-s, Nismës dhe Pakicave, që do të thotë sërish Kosova përpara zgjedhjes së presidentes do futet me shumë gjasa në një krizë të re, sepse vetëvendosja ka të ngjarë që me rezultatin e zgjedhjeve të fundit lokale ta ruaj pjesën e fuqizimit që kanë në bazë, në terren. Dhe kjo përsëri mund ta fusin në një gërç nëse ata nuk formojnë vijat e kuqe. Në momentin që po flasim, dialogu ka ngelur përfundimisht, për arsyen e vetme që Kosova tashti ka shtuar një element të jashtëzakonshëm kundër Serbisë, që përbën dhe sens, dorëzimin e Radojčić. Në fakt, Serbia e ka të pamundur ta dorëzojë Radojčić për një arsye të madhe, megjithse kanë premtuar dhe gjykata e Beogradit ishte gati të shpallte mandat arrestin për atë. Radojčić në këtë moment që po flasim po drejton pjesën paramilitare të zotit Vučić në Beograd, ndërsa mbështetësi i tij kryesor Veselinović është njeriu që po merr fuqinë ekonomike dhe merr gjithë tenderat në Novi Sad dhe në rrethinat e Beogradit. Tani, këtë kusht është një kusht gati pa kalueshëm nga Serbia dhe ata vazhdojnë që të insistojnë për pjesën e të themi asociacionit, që nga ana vetëvendosja si majorancë as nuk e ka marrë mundimin ta çojë në gjykatë kushtetuese për të provuar që është i qëndron kushtetutës Kosovës apo jo. Në këtë handikap të madh po zhvillohen këto zgjedhje, në mendimin tim zoti Konjusa do e ketë jashtëzakonisht të vështirë. Besohet në një kalkulim i fundit, por kalkulimi i fundit do ishte nëse ata do pranonin të bënin koalicion me serbët. Serbët janë vetë ofruar, por është gati me vija të kuqe me vetëvendosjen, sepse po futën serbët, atëherë i bie një nga kauzat më të madhe që kanë ata kundër pjesës Pakicave serbe. Ndërkohë, po shtoj dhe një element tjetër, kushtetueshmëria e legjislaturës së re të Kosovës, pa çka se është kaluar ka një handikap shumë të madh, sepse përfaqësuesi serb duhet të ishte përfaqësuesi majorancës serbe i listës sërbska. Dhe pa çka që lista sërbska ne dim se çfarë fizionomie ka. Ajo përfaqëson më shumë si mas dhe ka lidhje më shumë me Beogradin se sa pjesa tjetër që për fatin ton të madh serbët parin ta kuptojnë që nuk mund të vazhdojnë me listën sërbska, por akoma fuqia politike e pjesës tjetër, sidomos në jug të Ibrit,
që janë 6 komuna tjera, 7 komuna që ata pretendojnë që kanë shumë, mund të arrijë këtë shifër. Në këtë mozaik shumë të madh, tashmë zonja Osmani sot duhet bënte një veprim të mençëm para disa orëve që nuk duhet ta mandatonte zotin Konjufca, për arsyeën e vetme që në mbledhjet e kryetarëve, kur thirren nga presidenca, fuqinë absolute e kanë kryetarët dhe ti nuk mund të bësh manovrime të tilla thjesht për t'i dhënë oksigjen këtij ngërçi shumë të madh. E para sepse është bllokuar buxheti. E dyta është bllokuar pjesa e ndihmës së Kosovës në atë që do jepesh nga plani i zhvillimit, nga 6 miliardë që po i ndahet vendeve të Ballkanit. E ka marrë Maqedonia e para, e mori Serbia e dyta, po e merr Shqipëria në vendin e tretë. Ndërsa Kosova nuk parashikohet sepse duhet të kalojë në parlament. Shtuar pastaj me masat shtrënguese që janë 300 milion dhe në Kosovë kjo nuk po bën shumë përshtypje dhe çdo ditë humbet në Kosovë, në mos gaboj një shifër e cila ishte, nuk jam në gjendje ta saksoj tani sepse ka burime të ndryshme, po është një shifër gati me 6 shifra zero. Po, që ju e kuptoni për buxhetorët në Kosovë është gati vras. Është një shqetësim që e ka ndarë dhe presidenti Osmani në fakt me publikun e gjerë dhe për këtë arsye ajo ka theksuar që do të ashtu sikurse theksohet në kushtetut, presidentja duhet të bëjë çmos dhe këtë ka theksuar disa herë që të bëj përpjekje maksimale pra për t'i bindur, për t'i shtruar partitë politike në tavolinë që duket momentalisht e pamundur. Shikoni, ka një element në leximin e kushtetutës që do ta keni parasysh dhe kjo ndodh edhe në Shqipëri. Kushtetuta lexohet fjalë për fjalë, kushtetuta lexohet edhe me moral. Dhe përkatësia që mandatimi bëhet brenda muajit, fut elementin moral që do të thotë vetëvendosja duhet të gjente ose duhet të tregonte realisht që nuk I kishte numrat. Ajo që thuaj 9Z nga opozita doli e vërtet tek pjesa e vetëvendosjes. Paçka se ata bën një gabim taktik të paimagjinueshëm me retorikën e zotit Kurti me njëherë mbas jedhëve, duke ofenduar LDK-n dhe PDK-n në një mas gati të paimagjinueshme. Por, në momentin që po flasim sot, kanë filluar kalkulimet e para. LDK-ja dhe PDK-ja po mbështesin njëra tjetrën në pushtetin lokal dhe me çfarë duket, ky do jetë koalicioni I të ardhmes. Pritet normalisht që publiku kosovar, po ju e keni parasysh, sistemi në Kosovë I ngjan pak sistemit grek, I ngjan pak dhe sistemit të disa vende perëndimore, është jashtëzakonisht I vështirë për majorancën. Dhe ka qenë një sukses I paimagjinueshëm ajo që arriti vetëvendosja në mandatin e kaluar, kur mori gati shumicën. Por këtë shumicë, ashtu siç ndodh me politikanët shqiptarë, ata nuk ditën të administrojnë si duhet. Po, e vërtet. Mirë, unë të falenderoj Benandoni për analizën që ju bët, nuk po e marrim më shumë kohë, ju falenderojmë për gjithçka ndat me publikun ton. Vetëm doja t'ju shtoja edhe një element tjetër. Do kisha shumë qejf të isha në studio bashkë me dy kolegët që keni ftuar, sepse besoj që partikulojnë jashtëzakonisht drejt. Ju lutem mos shmangni elementin serb. Gjendemi përballë një pozicionit vështirë për arsyen sepse narracioni zyrtar politik I Vučićit po ngrihet mbi Kosovën, ndërkohë dhe dy linja që janë tash në opozitën serbe dhe tek protestuesit, madje ke protestuesit ka dy rrymë, të gjitha janë për Kosovën nën Serbinë. Dhe gjendemi përballë situatave ndërkombëtare jashtëzakonisht të vështira dhe sa më jo demokratike të jetë Serbia dhe me ç'duket ata do vazhdojnë edhe në qoftë se do ketë ndryshime, aq më vështirë do jetë për Kosovën. Prandaj zonja Osmani duhet kuptonte që në këtë kohë
ne duhet fitonim kohë me këto trazire që kanë Beograd. Ne jo vetëm nuk fituam kohë, por ne po humbasim kohë. Po, e vërtet. Dhe më ka çuditur zoti Sorensen që e njeh shumë mirë rajonin. Ju e dini ka qenë ambasador më përpara në 2 vendet tona. Unë mendoj që madje ai ka njohuri njësoj si paraardhësi i tij zoti Lajça, i cili thot ka përparim në dialog. Dialogu jon vetëm nuk ka më përparim, po jemi kthyer në fillim të dekadës parë të këtij shekulli. Dhe unë besoj do duhet dialog për t'i futur në dialog Serbinë me Kosovën, por e shikoj që është gjithmonë më vështirë. Faleminderit Benandoni për gjithë analizën. Po, ne në fakt do të vazhdojmë pikërisht këtë mendim tuaj edhe me të ftuarit në studio. Profesoresh, sa e vërtet është kjo që tha dhe gazetari dhe analisti Benandoni? Pra, a duhet në fakt që në një farë mënyrë apo një tjetrën të ketë edhe një lloj kompromisi me pakicën serbe? Sigurisht. Unë në fillim e përmenda që përgjithsisht mënyra se si është menduar qeverisja është pa përfshirë. Qoftë pakicën serbe, qoftë pakicat e tjera. Dhe për ta risjell, duke mos pasur mundësi për shumica absolute, ata e kanë jetike kompromisin. Aq më tepër kur kemi të bëjmë me një shtet të ri që ka nevojë të forcohet nga pikpamja e institucioneve dhe ekonomisë, dhe për të pas parasysh që edhe në Kosovë çështjet ekonomike dhe largimi i njerëzve janë një problem madhor për atë shoqëri. Kështu që forcat politike, partitë politike duhet të mendojnë edhe për këtë gjë, dhe për t'ju dhënë shansin edhe mundësinë më falni, gjithë atyre njerëzve që kanë ndërtuar perspektivën, jetën dhe të ardhmen e tyre në Kosovë që të vazhdojnë të jenë ta kenë të mundur t'i bëjnë në këto gjëra. Dhe unë e vlerësoj që zoti Andoni foli për mundësinë që LDK me PDK-n të mund të krijojnë shumica. Por do duhet ndoshta një situash një thyerje shumë e madhe që të krijojë kjo mundësi. Do të thotë që ato të kenë shansin për të rritur, pavarësisht se siç e tha, kemi ndarje midis zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjeve politike parlamentare. Kështu që kjo shumicë automatikisht do të shkojë tek krijimi i shumicave që do ta lejonin PDK-n, LDK-n. Pra, mundësitë për të qeverisur janë mundësitë e kompromisit. Kompromis që në fakt nuk u ndje as... Por që se ka dhënë asnjë shenjë. Asnjë shenjë. Edhe në momentin kur do të zgjidhej kryetari i Parlamentit të Kosovës, zoti Ekonomi, kemi pasur një ngërç të stërzgjatur, emri i propozuar nga lëvizja vetëvendosja për krye parlamentare të Albulena Haxhiut ka dështuar shumë herë, e me gjithë përpjekjet dhe thirrjet që ka bërë Albin Kurti për propozime nga opozita, sërisht janë kundërshtuar. Nëse do ishim në kushte të tjera, nëse partitë politike, ato që ne i konsiderojmë pakicë, do të kishin reflektuar për emra të rinj, që do të ishin në krye të parlamentit, si mund të ishte sot situata politike në Kosovë? Realisht, me thënë atë që mendoj, nuk besoj se emra do bënin ndonjë diferencë të madhe. Ai problemi i Kosovës duhet parë shumë në makro, se kaq sepse kështu është krijuar, si tillë është krijuar. Zoti Andoni dhe Irena Bile përmendën pak se më pëlqej kjo pjesë, atë pjesë e përfshirë të serbëve, të listës serbe dhe të komunitetet të tjera, dhe rolin që kanë pasur që potencialisht mund të... Në fakt, edhe pakicës serbe i është kërkuar që të sjellin emra dhe propozime. Nëse e sheh në këtë këndvështrim dhe nëse i bën një retrospektivë zhvillimore politike, historisë Kosovës, vendvendosjes dhe të Kurtit, është e dukshme që Kurti në kuptimin e qeverisjes të menaxhimit nuk ka dështuar as pak.
Bile përkundrazi ka qenë do që ka performuar më mirë se çdo kryeminist tjetër para tij. Patjetër që ka premtive pa mbajtura, ka strategji ende të pazbatuara, proceset pa filluara që duhet i kishte filluar ndërkohë, por kjo është hyn në atë kuadrin e të parashikueshmeve në raste të tilla dhe kanë një tolerancë lejimi gjithmonë në procese të tilla. I vetmi element që mund t'i kapësh Kurtit, ku ka krijuar i ka krijuar problem vetes duke u nisur, duke u tentuar t'i krijoj avantazh, është pikërisht marrëdhënia me serbët. Me gjithë pjesën serbët dhe rolin jo thjesht politik ka kjo brenda për brenda dhe në fuqinë e saj respektive, por raportin që ka me gjithë qëndrueshmërinë që duhet të lexojë elektorati i Kosovës në mënyrë që t'i jap atë mbështetje që i duhet Kurtit normalisht për të krijuar qeveri. Kjo e ka goditur, kjo e ka defaktorizuar në një farë mënyre dhe provat që ka treguar bashkë me tendencën që po tregon të sjellurit politikisht në një rast të tillë, më them prapë tek ajo që thash në fillim të bisedës, si Kurti më duket që do marrë vendosje me vete dhe do ketë rënje të vazhdueshme. Do vazhdojë të mbetet forcë e parë politike për një periudhë të gjatë, pa caktuar, por do ketë tërheqje. Dhe kjo do t'i jap territor pastaj LDK-s me PDK-n kryesisht për të krijuar këtë aleancë e re, e cila në çdo rast do jetë shumë e gjerë, do të jetë me shumë element politik brenda, fluide ndoshta e paqëndrueshme, por që sidoqoftë mund të marrë dhe të krijojë atë ciklin e saj të brendshëm në politikën e Kosovës, që ciklin ndërtimi në fakt. Po ndërkohë zgjedhjet vendore, lokale në Kosovë kanë treguar, shifrat kanë treguar që ka një rritje të besueshmërisë tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila kryeson. Kjo do thotë që e ka forcuar pozitën e saj kjo parti, e ndoshta në të ardhmen do të rrisë besimin e elektoratit të vet, në kuptimin, pra kemi një lloj përmbysje dhe themi lëvizja vetëvendosja, e cila me ose pa dashje tashmë nuk ndodhe në pozitat e viteve më parë, por ka rritur në këtë mënyrë pozitën e Partisë Demokratike të Kosovës. Nëse do kemi zgjedhjet parakohshme, si e sheh Partinë Demokratike e Kosovës dhe partitë e tjera, pastaj janë lëvizja Aleanca për Rrethmërinë e Kosovës, që edhe ajo ka fituar të paktën 98 vende. Kemi dhe sigurisht edhe komunat të cilat presin sërish, sepse janë në balotazh, presin edhe në nëntor të kemi zgjedhje të tjera. Është shifra klasin realisht me gjuhën që i shpjegoni ju, dhe PDK duket që ka një rritje. Po, një rritje. Megjithatë, duke ju referuar prap historikut politik të këtyre partive, nëse e shihni, PDK-ja nuk ka pasur kurrë ndonjë rritje të dukshme. PDK-ja lëviz pak a shumë dhitat përqindje diku herë me rritje, herë me ulje. Dhe unë besoj që kjo është për shkak të faktit që PDK-ja reflekton më shumë interesat e një klase që pothuaj stabile në Kosovë, me rritje të vogël që është klasa e mesme, kryesisht. Po është profilin e votuesve të saj. Ndërkohë, prapë nëse i referohesh historikut politik të Kosovës, forca politike me fluktuacione më të larta është LDK-ja, në fakt, që ka filluar si qeverisë e Kosovës më vete, ka patur rënje të forta dhe pastaj ka rimarrë veten. E vërtetë është lëvizje me shumë pak, 206 me 203, Lidhja Demokratike e Kosovës ka 203. Kështu që nëse i referohesh këtij historiku, do unë besoj që profili social-ekonomik nuk ka ndryshuar shumë që atëherë në Kosovë, mbetet pak a shumë ditat të njëjtën lloj strukture. Atëherë ndoshta mund të parashikohet, ndoshta është fjalë e madhe, por mund të besohet në një skenar të mundshëm që të jetë LDK-ja ajo që do rifitoj pa nga pak terren. Dhe do forcoj pozitën e saj politike. Tu varet shumë pastaj nga profili kualiteteve dhe kualiteti i eksponentëve qeverisë menaxhues të këtyre partive. Kjo është tërësisht në rastin e LDK-s e varur prej tyre. Po unë them që ndoshta surprizë më e madhe mund të jetë LDK-ja se vetë PDK-ja. PDK-ja. Profesoresh Irena, si e shihni ju? Si shihni ju pozicionet e këtyre partive, duke patur parasysh që ka një lloj rritje besueshmërie te masa e gjerë? Ka lëvizje, po ka lëvizje në numra të vegjël deri tani.
ndoshta mund të ndodhë që LDK-ja dhe PDK-ja, rritja e LDK-s është më e madhe nga 2021 në 2025, kur ka kapur rezultatin historik më të ullët në pjesëmarrjet e veta në zgjedhje LDK-ja, dhe PDK-ja është 20-95%, unë flas në përqindje, unë flisnin në numra votuesish, dhe 18.27% është LDK-ja dhe 22.3%. Tani, për ta vazhduar më tej, unë mendoj që Zoti Kurti do përpiqet të gjejë zgjidhje. Dhe prandaj kam menduar dhe për të tjerët është e qartë që ka kërkuar kohë. Dhe kohë ka kërkuar edhe për shkak se në Serbi nuk kemi një gjendje të qëndrueshme. Dhe të gjitha këto rrethana ndërkombëtare, ca që konsiderohen kundër, ca që konsiderohen të tilla, mendoj që ndikojnë në elektoratin e Kosovës, që është i prirur të mbaj territorin, pra të mos lëshoj territor. Një përpjekje për të bashkëpunuar me serbët mund të jetë një mundësi e mirë për të mos përshkallëzuar marrëdhëniet me Serbinë, sepse dhe me ndërkombëtarët. Po sigurisht dhe me ndërkombëtarët, po çështja është që në një konfigurim të gjerë, një përfundim negativ për Ukrainën i luftës Rusi-Ukrainë do t'i jepte shumë nxitje Serbisë për të ndërtuar një përshkallëzim të situatës dhe të përpjekjeve të saj për të mbajtur Kosovën në kuptimin e veriut të Kosovës. Pra, Kosova tashmë është një realitet i mbyllur për Serbinë, por gjithë çështja është veriu. Dhe ky, si thua, mikroklima në Ballkan, Maqedonia dhe shtetet të tjera, Malizi e tjera, mund të shërbejnë për të ndërtuar këtë narrativën që mund të ndërtojë një mbështetje më të qëndrueshme për zotin Kurti. PDK-ja dhe LDK-ja kanë pjesën e mbështetjes për luftën, por që e sfumuan ose erësuan shpejt përmes qeverisjes shumë të korruptuar që ato realizuan gjatë periudhave që kanë qeverisur. Dhe natyrisht, dhe gjatë periudhës vetëvendosjes mund të ketë pasur korrupsion. Por vetë zoti Kurti është kujdesur që figura e tij të jetë larg çdo afere, pra ai mund të etiketohet me shumë epitete që kanë të bëjnë me mënyrën se si qeveris, por nuk e ka etiketuar deri më sot dikush për akte korruptive. Të tjerë sigurisht, por gjykata speciale ose prokuroritë të gjitha janë përpjekur të bëjnë detyrën e tyre ose janë nxitur të bëjnë detyrën e tyre, dhe në këtë kuadër një shoqëri si shoqëria, edhe shoqëria shqiptare brenda Shqipërisë, po edhe shoqëria shqiptare e Kosovës, janë të ndjeshme ndaj korrupsionit sepse janë shoqëri të varfër. Meqense përmendëm Albin Kurtin, profesoresh, si është në favorin e tij, dhe nuk e di pse pikërisht në këto momente ai ka bërë një deklaratë duke u rikthyer sërish tek ish pjesëtarët e UÇK-s të cilët sot gjykohen. Pse pikërisht në këto momente ai bën deklarata të tilla? Por çfarë mund ta favorizojë kjo? Po e favorizon për të treguar në një mënyrë apo në një tjetër edhe pozicionin e tij. Realisht Kurti nuk është shprehur asnjëherë për vlerësimin e si thua, ka dhënë një lloj mbështetje për drejtësinë e tjera me radhë, por nuk është se i ka vlerësuar kontributet e atyre që simbolikisht njihen si komandantët e UÇK-s. Dhe në këtë kuadër unë mendoj që ai mban një pozicion të llogaritur dhe të baraslarguar. Në mënyrë të tillë që të tregojë se një pjesë e, siç mund të ndodhë, mund të ketë ndodhur dhe ai shkëlqimi
i UÇK-s dhe i akteve të saj për të çliruar, ose për të marrë pjesë në çlirimin e Kosovës, por që nuk ishte një akt i vetëm. Nuk është se UÇK-ja e çliroi Kosovën. UÇK-ja ndezi zjarin ose ndezi atë shkëndijin e besimit për të qëndruar. Dhe pastaj faktori ndërkombëtar dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës si shtytësi kryesor, realizuesi kryesor dhe NATO janë ato që e bënë këtë gjë. Po nga ana tjetër, komandantët pas lufte me shkëlqimin e luftës morën pjesë në një qeverisje jo të duhur, shumë të korruptuar, por edhe me shumë lëshime, e cila për Kurtin vlen, sepse mund të shërbejë në luftën politike që ai zhvillon. Unë dua t'i kthem edhe një herë figurës së Glauk Konjufcës, nën kryetarit aktual të Lëvizjes Vetëvendosja. Rikthehemi pak dhe kujtojmë që në vitin 2019 ai ishte zgjedhur kryetari i Kuvendit pas fitores së Lëvizjes Vetëvendosja në zgjedhjet e 6 tetorit të këtij viti me propozim të Albin Kurti dhe është zgjedhur me 75 vota pro. 27 kundër, 6 abstenime. Le themi që ka pasur një mbështetje të konsiderueshme. Zoti Ekonomi, si e shikon figurën në këto momente që ndodhet të Glauk Konjufcës? Mund të fitojë ai deri diku me mënyrën se si do të përpiqet ta ndërtojë qeverinë ose me propozimet që mund t'i bëjë partive të tjera ose pakicës të fitojë besimin e tyre? E shikon një lloj mundësie? Do shta unë jam personazh më i papërshtatshëm për të folur për individ, sepse tentoj që të shikoj proceset në tërësi. Dhe të shikoj kryesisht nga këndvështrimi zhvillimor për të kuptuar çfarë ndodh dhe për të qenë zgjedhje për të bërë llogaritë për më pas. Për aq sa që njoh mediatikisht kryesisht zotin Konjuca, ai ka përfaqësuar gjithmonë modelin e një politikanit të moderuar. Me gjuhë të butë, me module sjellore të pranueshme, të rregulluara, pa qoshe. Në këtë rast dhe për këtë arsye mendoj që është përzgjedhja e zotit Kurti për ta nxjerrë si kal betejë. Megjithatë prap i rikthem mendimin tim, nuk besoj se kjo është më çështje individësh. Dhe edhe sikur unë nuk e besoj se zoti Konjuca ka qenë i suksesshëm në këtë, sepse nuk është thjesht iniciativa e tij dhe nuk besoj që kjo krizë ka patur zgjidhje pas zgjedhjeve të parakohshme. Por sido që mendoj domethënë që mundet që të ketë një avantazh krahasues në raport me zotin Kurti për ta marrë përsipër këtë lloj negociate të themi. Sido që shënjestra dhe shigjetat shkojnë tek zoti Kurti, sido që dhe tek lëvizja vetëvendosja, vërtet. Dhe tek lëvizja vetë. Kështu që nuk besoj se ka përndoj ndryshim të madh. Unë besoj që nuk është më çështje e emrit në rastin e Kosovës. Jo më vonë se data 4 janar e jo më përpara se data 21 nëntor nuk do të ketë një deklarim të themi ose një vendosje të datës së zgjedhjeve nëse dështon edhe zoti Glauk Konjufca, pra nëse qeveria që ai do të krijojë nuk do të marrë miratimin e kuvendit dhe më shumë gjasa kjo do të ndodh. Si e parashikon situatën para zgjedhore? Do të kemi aleanca të forta në mënyrë që të dobësohet akoma më tepër lëvizja vetëvendosja? Vështirë ta them. Unë besoj që do të vjojmë me këtë status quo që kemi. Që nuk do të prodhojmë asgjë pastaj. Që nuk do të prodhojmë më asgjë, sepse nuk mendoj që është një nga ato lloj procese të cilat ndryshojnë aty për aty. Po të shohësh marrëdhëniet shumë laterale midis të gjitha partive, është shumë e vështirë të thuash që kjo forcë caktuar politike do bashkëpunojnë me këtë, ka prognozën të bashkëpunojnë me këtë etj. Kuadri ideologjik brenda tyre është gjithashtu shumë i cënuar në shumë raste. Jo vetëm i devijuar nga linja kryesore, po dhe i lënë me njanë për hir të pragmatizmit politik. Kështu që ato që i bëjnë bashkë, më duket që janë praktikisht momentalisht më të pakta se sa ato që i ndajnë. Nuk e di sa në do jenë liderat politik të partive për të gjetur prapë për hir të këtij pragmatizmi një skemë bashkëpunimi, por nuk jam në gjendje ta shoh për momentin. Profesoresh, mendon që ndoshta mund të ketë
vullnet politik për të ndryshuar kushtetutën, një mundësi shumë e mirë kjo që edhe zgjedhja e presidentes të bëhet nga vetë sovrani? Në këto kushte që jemi në mënyrë që të shmangen dy palë zgjedhje? E kuptoj, po unë mendoj që ato mund të nxiten ose të ushqen atëre kur t'i interesojnë një shumice që do duhet të fitojë zgjedhjet të qeverisë, të zgjedhë presidentin. Se nuk mendoj që do t'investohet një shumicë tani për t'i dhenë mundësi një shumice tjetër kur të krijohet që të zgjedhë presidentin. Kështu që mendoj që këto janë ndoshta për të ndryshuar mënyrën se si funksionojnë marrëdhëniet midis forcave politike, dhe sidomos unë mendoj që interesante aty është çështja e zonjës Osmani, sepse së paku nëse do ndryshohet kushtetuta do të thotë që do të jetë një proces i gjatë. Dhe nëse nuk kemi një proces suksesshëm të zgjedhjes presidentit, kjo mund të vazhdojë në detyrë dhe të ketë një zgjatje që t'i bëjë ndoshta dhe të rënda dhe të vështira mundësitë për të ndryshuar. Dhe mbase dhe presin ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, siç është, megjithëse ata kanë deklaruar që se herë nuk do të ndryshojë. Jo vetëm kësaj here, po përgjithsisht ato edhe për Shqipërinë edhe për Kosovën kanë këmbëngulur që të përpiqen të kalojnë përmes kompromiseve të krijuara nga ata vetë. Kështu që unë mendoj që deri tani ata i kanë dhënë shtytje, e dhanë përmes ndërprerjes mbështetjes, e dhanë përmes ngrirjes së dialogut, dhe tani duhet të lëvizin forcat politike në Kosovë, para së gjitha shumica, po edhe forcat e tjera politike, nuk përjashtohen. Ne do të vazhdojmë në fakt të flasim në këto minutat e fundit të kësaj analize edhe tek mundësia që partitë politike opozitare në Kosovë mund të kenë për një aleancë të mundshme nëse shpejt në Kosovë do të kemi një datë për zgjedhje të parakoshme. I referohemi partive të cilat në fakt edhe janë partit opozitare më kryesore në vend, si LDK, e cila në këto momente është në krye të cilës është Lumir Abdigjiku, është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradinaj, kryetari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Profesore Shirena, për aq sa ju e njihni në fakt e njihni programet politike të këtyre forcave politike opozitare, sa gjasa mund të ketë që t'i bashkojnë disa qëllime në mënyrë që aleanca e tyre të bëhet e fortë nëse do të kemi zgjedhje, pra para, një lloj aleance para zgjedhore? Në ato zgjedhjet që kanë kaluar, partitë në Kosovë, Aleanca, Nisma, kanë provuar të bëjnë koalicione. Dhe nuk është se kanë dhënë ndonjë ndryshim të madh në skenën politike. Do të thotë që deri tani, nga këto që ka ndodhur, nuk është se në skenën politike koalicionet e gjera kanë dhënë rezultate të tilla që ta bëjnë fituese koalicionin. Do të thotë që në praktikë është parë më e mundshme që të ndërtojnë strategji vetjake, por mund të ndërtojnë bashkëqeverisje pas zgjedhjeve. Sepse unë mendoj që projektet politike dhe e kaluar e tyre si parti, mendoj që nuk i jep shumë shanse për të ndërtuar koalicione që do t'i rrisnin numrat. Pra, ato mund të konkurojnë si parti me programet e tyre dhe me atë të kaluar dhe me ato merita që mbartin për atë që është realiteti i Kosovës sot, dhe mundet që të vendosnin të bashkëqeverisnin nëse do kemi, unë nuk e shikoj që ndryshimi do t'jetë vetëm me këto kushte, nëse kemi faktorë shtesë të cilët do të ndikojnë në mënyrën se si
mendon dhe vendos opinioni publik, pra qytetarët dhe qytetaret e Kosovës, atëre mund të kemi një rezultat shumë të ndryshëm në zgjedhje, që mund të jetë në zgjedhjet ndoshta pas pamundësisë për të zgjedhur presidentin, sepse atë kalon automatikisht në zgjedhje, edhe sikur të ketë sukses tani, mos zgjedhja e presidentit nëse s'ka sukses. Të shpresojmë këto të mos jenë skenar që realizohen dhe që të ketë ashtu zgjidhje përmes kompromisit, por të paktën 2 zgjedhje janë në horizont. Po. Pra 2 zgjedhje të përgjithshme parlamentare janë në horizont. Pastaj mund të ketë më pak, më shumë në varësi të aftësive për të ndërtuar kompromise dhe shtet. Unë mendoj që të ndërtosh kompromise në politikë është aftësi shtetbërëse. Zoti Ekonomi, deri ku e sheh nëse nuk do të kemi kompromise, pra marrim situatën më të keqe të mundshme, deri ku e sheh thellimin e krizës ekonomike tani në vend? Pra, nëse nuk do të arrihet kompromise, nëse do të dështojnë dhe zgjedhjet e ardhshme të mundshme parlamentare, e nëse dhe presidentja nuk do të mund të zgjidhet për shkak se nuk do të ketë shumicën në parlament. Mundësi për kompromis janë gjithmonë atje. Dhe edhe gjetja një afiniteti ideologjik midis forcave politike prapë gjithmonë atje, sado të devijuar atje nga profili tyre primar këto forca politike. Qëllimi është unë mendoj që këto forca politike nuk duan të kenë kompromis. Sepse ajo që unë e lexoj me këndvështrimin tim, paktën është që nga këndvështrimi im është që të gjitha këto forca politike në momentin po e shohin si një mundësi për të rritur. Dhe në këtë kontekst çdo aleancë që do të vendosnin do ishte një tip modaliteti për të ulur peshë specifike të secilit, për të bashkuar kontribute, për të relativizuar peshën specifike të secilit. Dhe gjykuar nga kriza aktuale, nga mënyra si është formësuar kriza, unë mendoj që këto parti politike fokusin kryesor e kanë tek rritja respektive. Me pak fjalë, unë mendoj që Kosova është në atë stad aktualisht ku forca politike shumë pak po mendojnë për Kosovën, ndërkohë që po mendojnë thuajse plotësisht vetëm për rritjen e kuotave të tyre në treg. Dhe kjo mund të çojë në një krizë. Kjo është krizë. Kjo është krizë. Ndoshta do të ketë ndonjë, unë nuk e besoj, po mundësia është që do të ketë një relativizim të skenës me rritjen, me ngritjen e njëra tjetrës dhe ndonjë premis për kompromis, por siç e thash, më duket e largët dhe e pa argumentueshme gjykuar nga ai shoh. Mirë, pa diskutim që mund të vazhdonim të flisnim edhe në vijim, por na duhet të presim, janë 15 ditë kohë provë për të mandatuarin nga presidenti Osmani Glauk Konjufcën për të krijuar një qeveri të re, e të shohim nëse në 19 nëntor do të mund të fitoj besimin e kuvendit e parlamentit të Kosovës. Me shumë gjasa kjo mund të mos ndodh, e do të presim më pas zhvillimet nëse presidentja do të vendosë, sigurisht i duhet pastaj të vendosë një datë të re për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë. Natyrisht ne do të vijojmë të ndjekim zhvillimet politike në Kosovë. Unë ju falenderoj që edhe sot na zgjodhët, falenderoj profesor doktor Irena Nikaj për një analizë të detajuar të gjithë kësaj situate. Faleminderit. Faleminderit Ardit Ekonomi që na u bashkove. Do të rishihemi sigurisht e njëjtën ardhshme.